që një njeriu i qeshur dhe i buzëqeshur, që një njeriu hokatar, që një njeriu shakaxhi. Dikush mendon se njeriu i fesë është falet, është rozës, është i bëmballë se do të jetë serioz, nuk do të qeshi, nuk do të bëj gallat. Me torë zemër, jetëron për esën. S'ka lidhje me fenë Allah. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka qenë njëri i qeshur. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka qenë njëri shakaxhi. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka qenë një hokatar. Qeshte me shokët e tij, qesh njerëzit para tij, tregojte dikush gallate, qeshin, bëjshin muhabet. O vëllezër, dëgjojeni këtë moment tjetër. Njoni sahabi i drejtohet pejgamberit alayhis salam. Dëgjoj këtë pash Zotit. Tha pejgamberi i Zotit, si shumë bon shakati. Pasha Allahun, është hadithi sakt. Tha pejgamberi i Zotit, si shumë bon shaka. Se pejgamberi i Zotit hiaron, pejgamberi vëlla, s'ka shkallë dhe gradë më të lartë se sa shkalla dhe grada e pejgamberit alayhis salam. Dhe ai sahabiu me drejt e ka kap në një moment për shembull. Tha pejgamberi i Zotit, si shumë bën shakati, tha. Pejgamberi sa se mëqeshi, tha po, tha, bëj shaka, ama bëj shaka me gjëra të vërteta. Jo me rrejt, jo me gjëra të vërteta, me gjëra të vërteta, po mënyra se si e cilta atë të vërtetën, ishte shaka, ishte gallate, kështu me radhë. Dhe kjo është e trashëguar vëllezër, dhe kjo është e thonë, kjo ka ardhur brez mas brezi. Nuk e di se kush na e futi këtë ngjitjen e vet, se kush na e futi, se nga na erdhi kjo lloj gjëje, nuk e di nga na ka ardhur. Po faktikisht nuk është fe dhe besim. Aty ku duhet më tregu burr dhe serioz, duhet më tregu, dhe aty ku duhet më tregu shoqëror dhe themi hokatar dhe njëri që qeshë dhe qeshi njerëzit me prezencën tate, me muhabetet e tua, kjo është mëse normale.